85 vjeçari Halet Krasniqi nga Prishtina e ka të vështirë ta kujtojë vitin e saktë kur filloi agjërimin e Ramazanit. Por ai thot se edhe në këtë moshë të shtyer nuk e ka problem të agjëroj sikurse në rini. Gjithashtu kam 85. Ramazani është një përgatitje për me mujt me prit Ramazanin ç'është duhet. Për me prit Ramazanin si duhet, i tikati mirë, me i nej gati, gjitha kryet, që ka di në 3-14 vjeqë. Kur prish se kam përveç ushtar kur ju më konë. Kom punu punë fizike tonë, po nuk pengon kur gju. Luedhësh, po ajo e fiton apet. Në moshë përafërsisht të njëjtë është edhe Shoqërikaja që të ejtën erdhi për ta falur namazin në xhaminë e madhe në Prishtinë. Edhe pak 85 të hi. Ma agjëru Ramazanin si e ti vetën si fëmijë, familja ka agjëru edhe bashkarisht kemi agjëru. Tamam cak sa vjet i kum pas, se di vetëm shumë jam konë i ri. Imami i xhamisë Bahri Sejdiu tregon simbolikën e këtij muaji për besimtarët musliman. Ramazani është muaj i agjërimit, muaj që njerëzit largohen nga ushqimi dhe pijet që nga agimi deri në perëndim të diellit. Prandaj Ramazani përveç anës së devotshmërisë dhe asaj që është devocion dhe ngritje tek Zoti i Madhreshëm, është edhe sakrificë, është edhe durim. Muaji i Ramazanit zgjat deri më 20 mars.